nuk shpëtoi edhe pas sfida. Është edicioni i 13 i festivalit ndërkombëtar Fair Film, ku edicion ka pas domethënë një mori, them ashtu, aktivitetesh që po mundona pak a shumë me i përmbledh. Kanë qenë, domethënë 200 filma janë aplikuar, 200 filmave kemi pas aplikime. Ku për këtë është për kujdes për seleksionimin e tyre, është për kujdes regjisori Ben Apolloni. 70 prej tyre janë përzgjedh. Këto 70 filma jemi mundu domethënë me i shfaq në 3 kinema të improvizune, në Teatrin e Qytetit Ferizajt Adriana, në Galerinë e Arteve, ku në Galerinë e Arteve vlen me cikë që i kemi shfaq animacionet, në zonësat e shkollave fillore, kanë pas mundësinë me ardhe dhe me i ndjek prej së afërmi, edhe ku shumica, disa domethënë prej autorëve që kanë ardhur këtu tek ne, kemi pas mundësinë me bë bashkë bisedimin fëmijët e vegjël me u bë pyetje rreth animacioneve. Ka qenë njëra prej pjesave më atraktive që e kemi pas këtë edicion. Pastaj edhe është realizuar edhe në pjesa tjetër edhe në qytetin e Shtimës, përkatësisht në shtëpinë e kulturës, ku edhe atje janë mirëprit domethënë filmat. Numri i pjesëmarrësve ka qenë i kënaqshëm këtë vit për më ardhur me i ndjek filmat. E kemi vrejt që ka pas më shumë se sa viteve tjera. Ne faktikisht po e vrejmë që çdo vit po rritet nga pak numri, gjë që është shumë e mirë, se natyrisht edhe synimi ynë është domethënë me pasuru këtë pjesën e kulturës, artit, sepse prej filmave ne e dim që marrim shumë gjëra të vlefshme dhe të mira. Sonte është nata finale, aty ku çmimet ndahen për filmat më të mirë, teksa anëtarët e jurisë janë emra të dëshmuar ndërkombëtarisht. Juria, ne e dim që sot domethënë kemi natën e fundit, ky festival ka zgjatur për plot 5 ditë. Kemi filluar me 2 maj dhe sonte është nata e fundit, edhe ku do të ndahen çmimet. Juria domethënë përbëhet prej 3 anëtarëve. Është Helga Paskvan, është kineaste nga Kroacia. Pastaj është Ergys Faja, animator nga Shqipëria, ku këta dy janë prezent këtu, edhe kanë domethënë normalisht mundësinë me i vlerësu filmat. Pastaj kemi edhe Stefanos Karidakis, ku është regjisor nga Greqia. Ai nuk ka mujt me qenë prezent këtu, tek ne domethënë në Kosovë, por që është duke i përcjell filmat prej platformës online. Çmimet do të ndahen, nuk është që ka domethënë ai ndryshim prej viteve të kalune, prej secilës kategori, domethënë që i kemi fiktive, dokumentar, animacion edhe eksperimental. Në këto kategori janë shfaq filmat, prej secilës kategori do ta marrin nga një çmim, edhe është special mention edhe çmimi i mediave, ku këto domethënë i ndahen prej festivalit të filmit. Festivali Fair Film tashmë çdo vit po bën bashkë artistë nga gjithë qytetet e Kosovës e jo vetëm.